Ndodhi ajo që askush nuk e priste, pas shpërthimit, pas fjalëve që dolën si britën nga thellësia e shpirtit, pas gjithë asaj dhimbjeje që Alba e kishte nxjerrë pa filtra, shtëpia ra në një heshtje të rënë. Ishte ajo lloj heshtjeje që nuk është bosh, por e mbushur me emocione të papërkthyera ende në fjalë. Alba qëndronte aty me supet e rëna, e lodhur jo fizikisht, por shpirtërisht. Kishte dhënë gjithçka. Nuk i kishte mbetur më asgjë për të mbajtur brenda, ajo mendoi se gjithçka kishte marrë fund aty. Se ai moment ishte thjesht një shpërthim tjetër që do të mbetej pezull mes tyre, pa zgjidhje, pa përgjigje. Mendoi se Limi do të largohej siç kishte bërë herë të tjera. Duke zgjedhur heshtjen në vend të përballjes, por jo, Limi bëri diçka që askush nuk e kishte parashikuar. As banorët, as publiku, as vet Alba, ai u afrua, jo me nxitim, jo me frikë, jo për të mbrojtur. U afrua ngadalë, me hapa të qetë, sikur çdo hap të ishte një vendim i menduar thellë. Sikur çdo hap të ishte një më fal që nuk ishte thënë kurrë me fjalë, Alba e ndjeu praninë e tij para se ta shite. Ajri ndryshoi. Tensioni u zbut. Zemra i rahu më fort, jo nga zemërimi, por nga diçka tjetër, nga ajo ndjesi që të vjen kur diçka e njohur, por e munguar, rikthehet papritur, dhe pastaj ndodhi, Limi e shtrëngoi fort Albën, një përqafim i fortë. I thellë, i sinqert. Jo ai përqafimi i shkurtër, formal, për kamera. Por ai përqafim që vjen kur fjalët nuk mjaftojnë më. Kur trupi flet në vend të gojës. Kur dy njerëz ndalojnë së luftuari dhe thjesht dorëzohen për një çast të ndjenja, ishte ai shtrëngim që Albës i kishte munguar më shumë se çdo gjë tjetër. Ai shtrëngim që i kishte munguar 2 muaj rresh brenda atyre mureve. 2 muaj pa u ndjerë e sigurt. Pa u ndjerë e mbajtur. Pa u ndjerë e zgjedhur, në atë moment, gjithë forca që Alba kishte mbajtur për kaq gjatë u shkrin. Trupi ju drodh lehtë. Fryma ju thellua. Balli ju mbështet në kraharorin e tij, sikur aty të ishte i vetmi vend ku mund të pushonte më në fund. Limi nuk tha asgjë. As ajo, dhe pikërisht kjo ishte gjëja më e bukur e asaj nate, sepse ndonjëherë fjalët vetëm e prishin momentin. Ndonjëherë, ajo që ke nevojë të dëgjosh nuk thuhet me zë, por ndjehet. Dhe ai përqafim ishte një pranim i heshtur, i dhimbjes së saj, i mungesës së tij, i gabimeve të dyve. Alba mbylli syt. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu qetësi. Jo sepse gjithçka ishte zgjidhur, por sepse për herë të parë nuk ishte vetëm me dhimbjen e saj. Për herë të parë, dikush po e mbante atë barë bashkë me të. Ky është përqafimi që më ka munguar, mendoi ajo, pa e thënë me zë, ky dhe asnjë tjetër. Limi e shtrëngoi edhe pak më fort. Sikur të donte të siguronte që ajo ndjesi të mos i ikte sërish. Sikur të donte t'i thoshte, jam këtu. Edhe nëse s'kam ditur si më parë, rreth tyre, shtëpia vazhdonte të ishte e heshtur. Banorët shikonin nga larg, pa guxuar të ndërhyjnë. Edhe kamerat, sikur për një moment, u bën thjesht dëshmitare të një ndjenje reale, jo të një loje. Ky ishte Big Brother Kosova në formën e tij më të vërtetë. Jo intriga. Jo strategji. Por njerëz që thyhen, gabojnë, humbasin dhe gjejnë sërish njëri tjetrin në mënyrën më të papritur. Përqafimi zgjati më shumë se sa pritej. Nuk kishte nxitim për ta lëshuar. Sepse të dy e dinin, kur ta lëshonin, do të duhej të përballeshin sërish me realitetin. Me fjalët që ende prisnin të thuheshin. Por për atë moment, mjaftonte, ishte një pauzë. Një frymëmarrje. Një kujtesë se, pavarësisht gjithçkaje, lidhja mes tyre nuk kishte vdekur. Thjesht kishte pritur, dhe ndonjëherë, mjafton një përqafim i vetëm për ta kujtuar këtë.